Pedonalja e qytetit të Korçës u mbush mbrëmjen e së mërkurës me tingujt karakteristik të kitarës dhe këngëve korçare, duke u shndruar në një skenë të hapur ku muzika bashkoi breza të tërë artistësh. Koncerti festiv Kitarat e Korçës solli serenatistë të vjetër, kitaristë me përvojë dhe këngëtar të rinj, në një bashkim simbolik të praditës me energjinë e brezit të ri. Rreth 40 kitara u dëgjuan njëkohësisht, duke krijuar një atmosferë të veçantë dhe emocionale për qytetarët dhe vizitorët që ndoqën koncertin. Ky aktivitet muzikor, i kthyer tashmë në një festë për qytetin, u organizua në prag të festave të fundvitit dhe solli në vëmendje trashëgiminë e pasur kulturore të Korçës, e njohur prej dekadash si qyteti i serenatave dhe i muzikës qytetare. Përgjatë gjithë mbrëmjes, publiku pati mundësinë të dëgjojë këngë të njohura korçare, interpretime instrumentale me kitar, si edhe pjesë të reja të sjella nga brezi i ri i artistëve. Pandeli Taselari, kitarist korçar dhe një nga serenatistët më të vjetër, ndau me publikun kujtimet e tij nga vitet kur serenatat ishin pjesë e pandare e jetës së përditshme në qytet. Ai thekson se Korça ka qenë dhe mbetet djepi i kitarës dhe i serenatave, një traditë që ka lindur dhe është rritur në rrugicat dhe sokakët e qytetit. Korça është brezi i kitarave e serenatave dhe kështu që s'kemë në sokak pa gjëgjisë në Korçë. Beshëm 30 veta, 6 veta dhe tinë tërnatë, serenatë, tjerë, ortëgona, këtheshëm e shpikët. Ishe i ka këtë në gitarë. Ty në dritare, unë shëtë, zëvra më more, ti moj danjare. Kanë qëtë që i vinim, e ka qëtë muzikë të Korçë. Korça ka qëtë e para në muzikë. Do së që pa tërë profesor të mirë në ikën Tiranë, Korça mbeti pa profesor. Një nga momentet më të veçanta të koncertit ishte bashkëpunimi me korin e të rinjve Z+, i cili solli një repertor të larmishëm, duke ndërthurur këngë korale, pjesë a capella dhe interpretime me baza muzikore. Performanca e tyre i dha koncertit një dimension tjetër, duke e pasuruar atë me harmoni vokale dhe duke e bërë edhe më të ndjeshme atmosferën festive. Edhe pse kohët kanë ndryshuar, fryma e muzikës qytetare vazhdon të jetë e pranishme, fal përpjekjeve të artistëve të rinj që përpiqen ta ruajnë dhe ta përcjellin këtë trashëgimi të çmuar. Gledia Zhilla shprehet se kjo përvojë ishte shumë e veçantë, sidomos për faktin se ishte hera e parë që kori performonte i organizuar në një hapësirë të hapur publike. Sot kemi përgatitur disa pjesë korale, disa janë me baza karaoke, disa i kemi a capella, kemi pjesë për Krishtlindje, disa pjesë të ndryshme. Për mua është tepër emocionuese, është dhe pjesa era e parë, domethënë që e kemi këtë kor të organizuar dhe për më tepër është dhe jashtë këtu në qytet dhe është akoma dhe me emocion. Bliku korçar është shumë i mirë, duart roket. Koncerti Kitarat e Korçës u kthye në një mbrëmje feste për qytetin, duke dëshmuar se muzika mbetet një urë lidhse mes brezave. Tingujt e kitarës, zërat e rinj dhe kujtimet e serenatistëve të vjetër u bashkuan në një koncert që rikujtoi identitetin muzikor të Korçës dhe rëndësinë e ruajtjes së kësaj tradite të çmuar kulturore.